Përshëndetje, miq të nderuar, që në fillim po du me ju thonë diçka me rëndësi. Nëse nuk e dëgjoni këtë video prej minutës së parë e deri në minutën e fundit, nuk keni me e kuptue temën. Ndërsa kjo temë është prej më të rëndësishmeve që i kam shpjeguar deri më sot. Për çka? Sepse në një video ndërlidhen gjërat më të ndjeshme sot në marrëdhënien ndërkombëtare dhe lidhet me bukën tonë që e ham në shtëpitë tona. Pra, në këtë video kena me folë për rëndësinë e hormuzit, jo si që është folë deri më tani, do ta përmendi Marokun, në duart e të cilit vend është fati i miliarda njerëzve, do ta përmendi Egjiptin dhe rëndësinë e Egjiptit, Shëban Kinën dhe ndërthurjen e cila deri më sot për fat të keq, as që është përmend, jo me u trajtue, por as që është përmend ndër shqiptarët. Prandaj, miq, me vëmendje, sepse megjithëse që në këta muaj të fundit, vazhdimisht po, sidomos në këta muaj të fundit, është folë pa ndërprej për Iranin, për ngushticën e Hormuzit, për luftën, për Gazën dhe për momente të tjera, të ndjeshme, të rëndësishme, tragjike në lindjen e mesme, nuk është folë për segmentin kryesor, që është më jetikja për gjithë njerëzimin, që lidhet me jetën ose me vdekjen e miliarda njerëzve. Dhe dëgjojeni pra dhe koncentrohuni. Duke e dëgju deri në fund, keni me u binden se vërtet është një temë që ja ka vle me u përgadit, me shifra, me të dhëna, me emra, me mbiemra dhe me pase ku jemi ne. Dhe si është caktimi i Zotit që një vendi, një rajoni, një shteti t'i jep aso rëndësie ku fati i miliarda njerëzve, jo i milionave, po i miliarda njerëzve të lidhet me atë vend. Tjetra, ju kam thonë edhe më parë, po e marr guximin me ju thonën edhe sot. Nëse nuk u asjeli lindjen e mesme si një torte mbi tavolinë. Për ta pa mbi tavolinë, të shokluar mirë dhe për ta kuptuar në esencë, si që ka kuptuar unë kohë më parë, se lindja e mesme nuk është e rëndësisë gjeostrategjike në atë kuptimin ushtarak të naftës edhe gazit, por është një rajon gjeografik i cili për te rëndësisë pozicionit gjeostrategjik, për te rëndësisë naftës dhe gazit që ka, lindja e mesme nuk është as edhe vetëm Dubai me shkue edhe me e kalue një pushim spektakolar, por është burimi i jetës së më së paku gjysmës së popullsisë së botës së tanishme. Thjesht është burimi i bukës sonë që e ham ne këto në Prishtinë, në Shkup, në Gjilan, në Tiranë e gjetio në botë. Dal nga dal, po hyje në temë. Të nderuar, bota moderne jeton brenda një iluzionit të madh. Njerëzit kujtojnë se qytetrimi mbahet në këmbë nga nafta, nga bankat, tani nga inteligjenca artificiale ose nga armët bërthamore. Jo, e vërtetë është shumë më të rënditse dhe më e thellë se kaq. A mund të besoni se sot rreth gjysma e popullsisë së botës, gjysma e njerëzimit ushqehet fal pleherave sintetike të prodhuara nga procesi Haber-Bosch, dy emra të njohur gjerman. Vazhdojmë. Nëse nesër ndalet zinxhiri global i pleherave artificiale,
Problemi nuk do të jetë vetëm rritja e çmimeve, e kostos së jetës, por problemi do të jetë vetë aftësia e planetit për të ushqyer miliarda njerëz që jetojnë në te. Për këtë arsye, shekulli 21 mund të mos jetë më shekulli i luftrave për naftë, për gaz dhe për rrugë detare, por do të jetë, e kam bindjen se do të jetë shekulli i rivalitetit për ushqim dhe për burimet që e bëjnë të mundur prodhimin e bukës së gojës që e hajmë. Kur e shikon hartën e botës, pak kush do të mendonte se fati i ushqimit, i qësaj buke që po e përmendin, në Evropë, në Azi, në Afrikë, edhe në Amerikë, lidhet pikërisht me shkretëtirat e Marokos dhe me ngushticën e Hormuzit. Sidomos me shkretëtirat e Marokos. Mund të të ngëlloj në veshin tuaj fjali shumë e madhe bombastike, mediatike. Jo, vallahi. Jo, por është realitet. Pra, fati i njerëzve në kontinentet e botës varen kryesisht nga shkretëtirat e Marokos e dyta nga ngushtica e Hormuzit. Pikërisht pra, në Maroko ndodhet arteria kryesore e fshet e ushqimit global. Pse? Qa është fjalla këto? Përse do të flasëm? Nuk e keni ditë ndoshta. Maroko posedon rreth 72-3% të rezervave globale të fosfatit. Ndërsa vendet e gjirit atje, arabik, gjirit persik, prodhojnë pjesën më të madhe në botë të ures dhe amoniakut. Prodhimi i ures dhe amoniakut do energji fort dhe atë energji e ka në dorë ajo pjesë e lindjes së mesme. Andaj e përsëris, nëse shekulli 20 u ndërtua mbi rëndësin e naftës së lindjes së mesme, shekulli 21 do të ndërtohet mbi trekëndshin strategjik: fosfor, gaz dhe ushqim. Dhe që të trija këto varen shumë apet nga lindja e mesme. Kjo do me thonë, miq, se një krizë globale e plehrave përkthehet me njëherë si ullje e prodhimit vendor tek ne, si rritje e kostos së femerve dhe natyrisht shtrejtimi i ushqimit për qytetarët në rastet më të lehta. Nuk po du me fol fjalit të cilat, nëse shkon kështu dhe nëse luhet me Marokun, siç është duke u luajtur në përmes marrëveshjes së Abrahamit, që e detyrojnë Marokun të nënshkruaj atë marrëveshje dhe të lidhet me Izraelin, atëherë botën e pret një katastrofë të cilën nuk e ka pa kurrë në historinë e njerëzimit. Pikërisht për shkak të numrit të madh të banorëve që i ka sot bota, afër 8 miliard, nëse nuk e kanë kaluar 8 miliardin. Unë këto e shoh edhe atë filozofin e Donald Trump, pse insiston kaq shumë në marrëveshjen e Abrahamit. Pse dëshiron që Izraelin me e bo epicendrën edhe më të njohur të botës. Pse ju tha tash, ato 4 shtete i ka detyru, së fundmi edhe Kazakistani, është fut në marrëveshjen e Abrahamit dhe shkoj marrëveshja e Abrahamit për te i kufive atje të Kaspikut, që ka qene imagjinume vetëm për lindjen e mesme midis Arabëve, Iranit dhe Izraelit. Pse tani Donald Trump i ka shokue Turqin, Iranin, Arabin Saudite, Katarin, Omanin, të cilën e kërsnoj
me shkatërrim total, sikur Iranin, nëse Omani lëviz diçka, se kërkoj që ta kontrolloj hyrje daljen e ngushticës së Hormuzit, sepse thot edhe unë kam hise aty siç ka Irani, pse Donald Trump dëshiron me i shtije këto në të njëjtin vorbull sikur Marokon që e ka shtije me Izraelin në kazanin e marrëveshjes së Bosforit. Pyetje është, jo armët bërthamore, jo ma nafta, jo veç gazi, me gjithë rëndesin që e kanë këto, në pyetje meq është buka, pitalka, mjeli, gruni të cilën e hajmë sot dhe i cili ka me qenë së bashku me ujin dy faktoret kryesor për të cilët faktor kanë me u hangër mesh shtetet e ndryshme të botës dhe në përmes dy këtyre faktorve fuqit e mëdha, Amerika edhe ato 3 superfuqi të cilat po i përmendi unë, do ta kontrollojnë botën. Do ta kontrollojnë botën kësaj radhe me ujë dhe me bukë. Dhe kjo, folur me këtë gjuhën skeptike, tradicionale, apokaliptike që e përdorin, kiameti, atëherë nuk është larg nëse vërtet luhet me kartën e ujit dhe të bukës, a bota është të shkue më tutje. Pra, miq, në një kohë kur Kosova ende importon pjesën më të madhe të produkteve ushqimore dhe ka varësi të konsiderueshme nga tregjet e jashtme, pyetja nuk ka me qenë, pyetja më e rëndësishme nuk ka me qenë sa kushton buka, sa ka me kushtu buka, por pyetja strategjike dhe më e rëndësishme ka me qenë, a jemi ne shqiptarët, në rastin konkret, Kosova, të përkaditur për ditën kur bota do të hyjë në një betejë të hapur për ushqimin. Në këtë video do të shpjegoj pra lidhjet jetike në plot kuptimin e fjalës midis ngushticës së Hormuzit, Marokut me fosfatin, Rusin me plehrat, Kinën me sigurin globale ushqimore që e ka në dorë, si dhe ndikimi i drejt për drejt i çmimit të bukës në Evropë, Ballkan e natyrisht tek ne shqiptarët. Ju them me plot gojë. Do të dëgjoni shifra dhe fakte të pabesueshme, por që është koha që duhet t'i dini edhe ju, së paku sa unë. Fosfati, buka të cilën po e ham. Dëgjoni të nderuar, të dashur. Nëse gjatë shekullit 19 ishte rëndësia, ose të thëmë më ndryshe, nëse shekulli i 19 ishte shekulli i qymyrit, shekulli i 20, shekulli i naftës, ka shumë gjasa që historianët kanë me fillue me e shkru dhe me e përshkrue shekullin e 21 si shekulli i sigurisë ushqimore. Nëse shumica e njerëzve mendojnë pra se fuqia e superfuqive matet me naft e me gaz e me armë e me teknologji, e vërteta po na del përpara si diçka krejtësisht tjetër. Në pyetje është, të nderuar kudo që jeni, këto në Ballkan e në diasporë, Zoti ju ruaj të gjithëve. Në pyetje është, jo ma armë të këto, kush e kontrollon ushqimin? Ose edhe më interesant, kush kontrollon plehrat artificiale pa të cilat nuk mund të prodhohet ushqimi modern sot. Sot buka që e ham në sofrat tona, unë këtu në Prishtinë, ti atje në Berlin, ai tjetrin në Kairo, ai i katërtin në New York e në Tokyo e kudo qoftë, është rezultat
i një zinxhiri global që fillon pikërisht nga minierat e fosfatit të Marokos. Maroku vazhdon në implantet e amoniakut në gjirin Persit, kalon në përngushtitën e Hormuzit dhe përfundon në arat tuaja. Fermer shqiptar, në arat tuaja, në arat e fermerve në gjithë botën. Pra, pse është kaq delikate tash fosfati dhe përse Zoti ja paska shkruar, qysh Zoti ja paska shkruar Marokos që të jetë fuqia super 70 herë supersonike bërthamore, atomike e botës në të ardhmen. Shumë më e rëndësishme, që i bje shumë më e rrezikshme se të gjitha shtetet tjera që kanë armë bërthamore. Shumë thjesht, numri, shtimi i madh i numrit të popullsisë. Qysh? Nëse për mijëra vjet njerëzimi është mbështet në plehun organik të kafshëve, është mbështet në rotacionin e kulturave. Sot kalamoq në mot se në grun tani kështu të tjera. Nëse është mbështet në pushimin e tokës për vite, si vjet me miell në mot mos me miell, kjo metodë ma nuk funksionon. Kjo metodë ma ka marrë fund, po flas në rafshe, në parametra global. Sepse popullsia botërore nuk është ma e vogël si që ka qenë më para në numër, dhe ta banë të ketë mundësi me bajt pushimin e tokës. Jo, për çdo vjet po dohet me u mjell, e për çdo vjet jo një herë. Po shumë shtete janë të e menuve që ja ka njës me praktiku qysh me bohe me mjell 2 herë e 3 herë për një vjet për me e sigurue bukën e gojës. Imagjinoni, në vitin 1800 bota ka pas që aty rreth 1 miliard njerëz, 970 milion. Problemi fillon me revolucionin industrial dhe popullsia fillon të rritet me shpejtësi, ndërsa përderisa rritej popullsia me shpejtësi, toka nuk rritej, toka mbetej ajo, toka nuk zgjerohej, por dohej të mendohej diçka që hapësiren aktuale të tokës të shndrohet në diçka që të jetë e përshtatshme kompatibile dhe që jep mundësi me jetue jo 1 miliard, po 3 miliard, 4 miliard dhe sot 8 miliard e nesër nashta bohen edhe 10 edhe 15 që është të shkue puna. E shpjegova dje rastin e Afrikës, Saheli, me shtimin e popullsisë më të lartë në botë. Sot janë 155 milion, për 20 vjet priten 300 milion, që i bje Afrika me shkue dikon si tërsi 2.5-3 miliard njerëz, që me shifrat e sotshme të zhvillimit, mrena 20 vjete bota mi pasën mbi 15 miliard njerëz. Maroko i ka në dorë frymët. Ajo është puna e Zotit, puna e jetës. Zbulohet nashta na i sen tjetër me hangër pamuk, nashta na shtin me hangër bari, mas 20 vjetë 30, detelin, që shajnë kinezët, se dhja e keni dit, në kin nuk ka jeshillak që e rrit i lumi Allah në natyrë që nuk e hajnë kinezët, me bari, me detelin, me kalamaç, me talën me gjujta, Zotin e rujt. Mi avdhën gjave që shafja po mna, jo, zihet, e qirohet, e bohet, jeme që me një ko, ka 2-3 muj, i kum ka përsyje mrena vjetit në kin, për disa vjetë rështë. Spaku 2 muj, 3 muj kam qenë mrena vjetit. Mas tëmë shka s'ku mangë. Po jo detelina dhe, po qëto barnishta, qëto sene, atje është, i kini pa që i përgadisin kinest ushqimet. Në më thënë, e zin pak, meshe pak sen, pulja peshk, tani ja qëtë do barnishta nalt, vala shumë të uvlu e tepër,
zihen 1 minutë, 2 minutë, 3 minuta, ato barna edhe i hanë. Këto flete pemve, të mollave, të dardhave, të kachave, më të knaq në kinë. Ekonomisti i famshëm britanik, dikur ka pas thënë këtë Thomas Robert Malthus, ka pas thënë, ka pas bo një paralajmërim se njerëzimi do të përballet me uri masive, pikërisht për shkak të shtimit të shpejt të popullsisë. Mirë po, për disa dekada, kjo, megjithëse që dukej si e drejt, ajo që e kishte thënë Robert Malthusi, e shpëtoi Allahu me një zbulim, të cilin po e shpjegoj këto. Ndodhi zbulimi që e shpëtoi njerëzimin, pra nga çajo vdekja masive që e paralajmëronte Malthus. Kush u zbulua? U zbulua fosfati. Në shekullin 19, shkencëtarët e kuptojnë, e zbulojnë se bimët kanë nevojë për 3 elemente bazë për të rritur. Një, kanë nevojë për azotin, shifra N, në kimi, kanë nevojë për fosforin, P, edhe kanë nevojë për kaliumin, K. Dhe nga që kjo, NPK, azot, fosfor, kalium, lind edhe koncepti i NPK, që e gjani në për teksalizoni për këtë çështje dhe të tjera. Pra, në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20, u zbulua dhe u shfrytëzua në shkallë të gjerë depozita gjigante të fosfatit në Afrikën Veriore, veçanërisht në territorin e sotshëm që është Maroko, i cili Maroko e nënshkruan marrëveshjen e Abrahamit, i cili Maroko nuk lihet rahat me Saharan perëndimore. Ja kanë prej trk, si Albini që pja bën me gërshan. E kanë prej përgjys, edhe e kanë bua një farë si shteti, si të pavarur, si gjys pavarur Saharaja perëndimore, nëse ju kujtohet kanë folë për Polisarion. Lëvizja nacional shqirimtare e Saharas perëndimore është quajtur Polisario, dikur ish Jugoslavia e ka mbështet fort, bile Jugoslavia e Titos e ka pas njoft edhe Polisarion si formacion ushtarako-politik i kësaj Saharas perëndimore, edhe e kam pas njoft Saharan perëndimore, po tani kthehen, për shkak Naseri ndërhyn aty, Tito e kthen edhe e mbështet pastaj Marokon. Sot Maroko posedon rreth 50 miliard ton rezerva fosfati, që i bje afërsisht 70-75% të rezervave globale. Kjo do të thotë se çdo vend i botës, pra edhe ti në katon që jeton aty, çdo vend i botës që dëshiron të prodhoj ushqim në shkallë industriale, duke përdorur këtë plehin artificial, a nuk di kush në Kosovë që nuk e përdor, të gjithë këta në botë kanë një varësi të drejt për drejt, ose tërthorazi nga fosfati maroken. Maroku e ka në dorë. Siç po lun tash Irani me ngushticën e Hormuzit, Maroku e ka në dorë. Do ta shpjegoj pak më vonë, nëse Maroku është knej në cepat e Afrikës, ka Atlantiku, Irani është ka gryka e Hormuzit, Afrika Veriore dhe shtetet arabe të Gjirit janë nërmjet. Çfarë lidhje ka kjo, kur thoja une se ngushtica e Hormuzit po shkakton krizë globale ushqimore për shkak të pleherave. Çfarë lidhje ka ajo atje me këto ka? Ju tregoj pak më vonë. Sabër, Zbulimi i fosfatit në Maroko është zbulimi epokal që ndryshon historinë e njerëzimit. Me gjithë këtë, fosfati si fosfat
nuk ka mjaftuar që të ofroj mundësi për të jetuar miliarda njerëz. Problemi kryesor ka qenë te azoti. Atmosfera e tokës, e keni mësuar në klas 5 e në klas 6 në kimi, përban rreth 78% të azotit. Po shkoj të plehra tash, të Maroku, të buka që e hajmë në Prishtinë këto. Mirë po, me gjithë që është 78% azot e botës, bimët nuk mund të përdorin azotin në atmosferë në mënyrë të drejt për drejt. Çfarë ndodhi? Në vitin 1909, kimisti gjenial, që e merr edhe çmimin Nobel në kimi, kimisti gjenial gjerman Fritz Haber arrin të prodhoj amoniak nga azoti atmosferik. Për mua, një prej 3 zbulimeve më të mëdha në historinë e njerëzimit. 4 vite më vonë, pra, në vitin 1913, gjithashtu, Gjermani, inxhinieri gjerman Karl Bosch e industrializoi procesin të cilën e kishte zbuluar Fritz Haber. Lind pra procesi që sot në kimi dhe në rrafshe të tjera quhet procesi Haber-Bosch. Nuk ka fjala për Boschin, për Robert Boschin, për këta burmashinat e shlajfericat e sene, ai zbulon diçka tjetër në lëvizjen e motorit që bën edhe ai një zbulim epokal. Fordi e zbulon motorin e maqinës, ky pastaj diçka tjetër, nuk është koha për me fol aty. Pra miq, procesi Haber-Bosch e mban emrin e këtyre 2 shkencëtarëve gjenial në synin tem gjerman. Fritz Haber, kimist, që zbulon në laborator metodën për të prodhuar amoniak nga azoti i ajrit, dhe Karl Bosch, jo Robert Bosch, Karl Bosch, inxhinieri dhe kimisti që e shndroi këtë zbulim në një proces industrial të zbatueshëm në shkallë të madhe. Çfarë ndodhi? Pse është e rëndësishme? Shka po lidhet me Marokin, shka po lidhet me bukën që e hajmë na këto, lidhet. Rreth gjysma e popullsisë së botës jeton fal pleherave sintetike të azotit, të prodhuara nga procesi Haber-Bosch. Rreth gjysma e popullsisë së botës, që aty nga 4 miliard njerëzve. Studius të thellë vlerësojnë se mbi 4 miliard njerëz sot hajnë bukë falë qësoj teknologjie, që kjo do me thonë se pa këtë proces, planeti i tokës nuk do të mund të mbante popullsin aktuale prej 8 miliardve. Ose kishin me vdek, ose nuk kishin me lind. Pra, shumica e historianëve të shkencës thonë se pa Karl Bosch dhe Fritz Haber, bota e sotme me 8 miliard banor nuk do të ekzistonte. Arsyeja është se procesi Haber-Bosch prodhon sot pjesën më të madhe të plehrave azotike të përdorura në të gjitha rrafshet në bujqësi. Afërsisht gjysma e azotit që gjendet në trupin e njeriut modern vjen indirekt nga plehrat e prodhuara përmes procesit të kujna Karl Boschit edhe Fritz Haberit. Gjysma e azotit që e kemi ne në trup. E se çka në nevojitet azoti, këshirën në për internet ose në për libra e di. Prandaj miq, nëse nafta lidhet me emrin e John Rockefellerit, ushqimi modern global lidhet me emrat e Haberit dhe Boschit. Ata ndryshojnë jo vetëm industrinë kimike, por edhe demografin e njerëzimit. Subhanallah. Tash fetarisht, mos me hinë ata, po fetarisht. Po mos të ishin këta 2 njerëz, Kadaja dhe Kaderi, caktimi i Zotit. Po mos të ishte Boshi dhe Haberi.
A do të kishte sot 8 miliard njerëz, apo me e bo pyetjen, mos vallë caktimi i Zotit në ezel, që nga i ndërthurur paraprakisht, prej ezelit me figura, me njerëz, me entitete të caktuara, inshallah najher i shpjegojmë edhe ato tema. Megjithëse që këta dy burrat mëdhej e zbulojnë ushqimin, gojën e bukës për miliarda njerëz, sot e për nesër edhe më shumë, që to ka një paradoks shumë i çuditshëm. I njëjti proces që shërbeu miliarda njerëz dhe i ndihmoi ata me jetue, me linde me jetue, i njëjti proces ka ndihmu në prodhimin e eksplozivëve. Haber Bosch janë ata që e kanë ndihmuar Gjermanin ta vazhdonte atë sa e pati vazhduar luftën e parë botnore Gjermania. Përse? Sepse pasi mbaron furnizimi tradicional, Gjermania e asaj kohe fillon me prodhue dinamit eksploziv nga fosfori i krijuar sipas këtyre dy shkencëtarëve gjerman në laborator. Prandaj, miq, plehrat artificiale janë ndoshta shembulli më i qartë i një teknologjie që ka shpëtuar dhe që ka marrë jetën e miliona njerëzve në të njëjtën kohë. Shka fosfati? Pe përmeni fosfati, Hoxha po fol për fosfatin. Fol Hoxha, me izën e Allahut. Fosfati, PO4, 3-, e shini ata, është një përbërje kimike që përmban ionin fosfat, i cili rjedh nga elementi kimik fosfor. Fosfori është pra një nga elementet më të rëndësishme për jetën në tokë, sepse gjendet në ku, në ADN, gjendet në ARN, gjendet në qelizat e gjalla dhe pa ta kockat e njeriu të dishimbohe si kur muskuj të peshkut, muskuj të but. Ka dalim, dikush e qunë hem edhe fosfat edhe fosfor. Jo, ka dalim midis fosfatit dhe fosforit. Megjithëse që janë të lidhura ngushtë. Fosfori është element kimik, simboli është P, numri atomik është 15, është një nga elementet bazë të tabelës periodike, në natyrë gjendet pothuajse, në natyrë nuk gjendet pothuajse kur i lirë, sepse është shumë reaktiv. Caktimi i Allahut. Fosfori, pra, si përbërësi ndër më kryesore të ADN-s, ARN-s, qelizave të gjalla, kockave, të dhëmbëve, metabolizmit energjetik, ATP-ja e të tjera, që ky fosfor si element dhe fosfati në anën tjetër, si forma kimike në të cilën fosfori gjendet në natyrë dhe në plehra, janë pra dy gjëra, caktimet, krijesat, dhuntit e Allahut të cilat e ndihmojnë zhvillimin e jetës njerëzore dhe të cilin fosfat e fosfor ja ka dhurue Zoti Marokos. Për me bo dalimin, me kuptu dalimin mes fosfatit dhe fosforit, merë në hekurit. Për shembull, miq, hekuri është element, oksidi i hekurit, dryshku, është përbërje e qëtij elementi. Pra, fosfori është elementi, fosfati është përbërja që e përmban fosfori. Mos të harxoj minuta me shpjegu këtë, se ty edhe nuk i di mirë. Pse quhen miniera të fosfatit dhe pse janë në Afrikë veriore, pse Maroko jo është kështu i pasur, une besoj benshëm se kjo është vullneti i fosforit, vullneti i Allahut të madhreshëm. Çfarë përdoret fosfori? Në bujqësi, rreth 80 deri në 90% e fosfatit në botë harxhohet në prodhimin e plehrave kimike. E përsëris,
për me e ditë rëndësien, rreth midis 80 dhe 90% e fosfatit që gjendet në botë përdoret për prodhimin e plehrave kimike. Bimët kanë nevojë për fosfor. Për shka? Për zhvillimin e rrejve, për lullëzim, për formimin e farave dhe frutave, për rritjen e përgjithshme. Pa fosfat, prodhimi bojqësor do të binte në përmasat të pa imagjinueshme që sot nuk do t'i mjaftonin as 1.8, hajde po them 2 miliard njerëzve. Fosfati gjithashtu ju nevojitet si ushqim kafshëve, shtohet në ushqimin e baktive, të shpendeve, për çka? Forcimin e eshnave të tyre, rritjen normale, përmirësimin e prodhimit, katonarët tanë e din këto më mirë. Fosfati përdoret në industrinë ushqimore, si aditiv ushqimor, në pijet freskuse. Nuk mund të kishte pije freskuse pa fosfat. Dja thash për atë sakëzin arab, goma arabe që thash, Akasia Senegal, e cila gjendet në Sudanin e varfër. Shqyqatash në Afrikën Veriore, në linjën e mesme, Allahu ja ka dhënë në Marokës dishka, pa të cilën nuk mund të ketë pije freskuse. Përdoret në djathra, me zonë djathin, përdoret në produktet e mishit, në plohëra, për pjekje, për erza të ndryshme. Ndihmojnë zakonisht në ruajtjen e strukturës dhe të cilësisë së mishit. Në mjeksi, fosfati përdoret në shumë barna, në preparate dentare, në suplemente minerale të ndryshme e të tjera. Në industrinë e kimijës, përdoret si detergjent, trajnimin e ujrave, prodhimin e mineraleve industriale dhe të ngjashme. Pse është kaq strategjik fosfati? Mund të pyetni. Fosfati konsiderohet një nga lëndet e para më strategjike në botë, sepse nuk ka zëvendës të plot të tij në botën e bujqësisë. Sepse është strategjik, sepse rezervat janë të kufizuara vetëm në vend të caktuara dhe se siguria ushqimore varet kryesisht 90% prej tij. Fosfati pra konsiderohet nafta e bujqësisë. Ma jeni mend, fosfati është nafta e bujqësisë, sepse pa te do të ishte shumë vështirë, mos them e pamundur që sot të jetonte popullata 8 miliardë. Shikuar nga aspekti geostrategjik për fosfatin, është me interesant me përmend se 70%, e thash shkurtimisht pak nalt, 70% e rezervave botnore globale të fosfatit llogaritet se janë ku në Maroko. Gjë që i jep këtij vendi një peshë të konsiderueshme, strategjike në sigurimin e ushqimit global. Nëse për gushticën e Hormuzit themi se 20-30% e që aty në seneve kalojnë aty pare, dhe shka i ka boe botës, dhe çka pritet ende t'i bëjnë në të ardhmen në muajt në vazhdim, çfarë mund të thuash për Marokon, ku 70%, deri në 75% e fosfatit është në duart e Marokës. Përse Izraeli po lidhet me Marokon? Ma mërmenja jeni të më kuptue. Prandaj miq, Maroko konsiderohet një nga fuqit më strategjike të shekullit 21. Kosova shqiptar do të më lidhë sa më shpejt me ta. Jo për shkak të naftës tani dhe gazit, por pikërisht për shkak të fosfatit, pa të cilin s'ka siguri globale. Ju intereson sa është që kjo pasuni e Marokës? Të gjani mira, shkrune nëse mone. Si pas të dhënave më të fundit të bazuara në vlerësimet e USGS dhe të OCP-s, Maroko posedon mbi 50 miliard, ofër 55 miliard
ton rezerva fosfati. 70-75% të rezervave globale. Që do një me ditë krahasimin, Maroko mbi 50 miliard ton, Tunizia 4 miliard ton, Algjeria 3,9 miliard, Kina 3,7 miliard, Jordania 3,4 miliard, Egjipti 2,8 miliard, Shëbaja 2,1 miliard tonelata rezervë fosfat. Ky 50 miliard, Amerika 2,1. Pasa vlera monetare që sa, ja? Meq, jam objektiv, për shkak se fosfati zakonisht nuk shitet gjithmonë si lënd e parë, nuk ka let me u llogarit saksisht vlera monetare. Megjithatë, derisa një pjesë shndrohet në plehra kimike, e cilat vlejnë shumë më lartë, çmimet ndryshojnë, edhe për shkak se ndryshojnë për çdo vet. Ka statistika që flasin për pasurinë e Marokos me fosfat që ja ka dhënë i lumi Allah. Pra, nëse marrim një vlerësim ta quaj kështu bukfal të përgjithshëm, se për një ton është 100-150 dollar për një ton fosfat, 50 miliard ton ka 100 dollar i bje 5 trilion dollar. Por nëse shkoj me 150, 7,5 trilion dollar. Pra, vetëm si landë e parë në tokë, Maroko llogaritet se i ka 7,5 trilion dollar. Hinjo shteteve meq, në Google a hulumtani, pasuritë e shteteve të mëdha, sa kanë pasuri nëntoksore me një dzehe dhe krahasone me nimetin e Marokos. Meq, pra, prej 5 deri në 7,5 miliard dollar vetëm rezerva. Nëse llogaritet vlera e produkteve gjysmë të përpunuara, për shembull plera, acid fosforik, produkte industriale, vlera ekonomike që saj shkon në 22 trilion dollar. E nëse përpunohet e tëra në Maroko, Maroko sot llogaritet se i ka 40 trilion dollar pasuni në duart e veta. Plus e ka bukën tonë dhe temën në dorën e vetë. Atëherë, këto do të me bo pyetje. Meq, nëse fosfati është në Maroko, pse atëherë na me e lidhen vazhdimisht me ngushticën e Hormuzit? Bile, une e kam shpjeguar ma shumë se një herë plehrat, gryke e Hormuzit këndej. Që po e shpjegoj. Meq, plehrat artificiale nuk përbëhen vetëm nga fosfati. Bujqësia moderne mbështetet kryesisht në 3 elementet e cilat i përmenda pak më parë. Mbështetet në azot, N, në urea amoniak, fosfori P, edhe në fosfatet si në kalium K. Pra, këto njihen si NPK. Kur flitet për krizën e Hormuzit, shqetësimi kryesor ka qenë plehrat azotike, urea dhe amoniaku, jo për fosfatin. Mirë po që të trija këto, edhe ato shkajnë të Arabia Saudite, të Emiratet, të Katari, të Omani ma pak, po Arabia Saudite dhe Emiratet kanë shumë, urea dhe amoniak, pa që to nuk mund të përpunohet vetëm fosfori. Gjiri persik është Arabia Saudite e plehrave azotike. Arabia Saudite si metafor ose simbolik e pasuris me naft, gjiri persik si tërsi është Arabia Saudike e vlehrave azotike. Pra vendet si Katari, Arabia Saudite, Emiratet dhe Irani prodhojnë sasi gjigante të amoniakut dhe ures, sepse kanë gaz natyror shumë të lirë. Pra gazi natyror është lënda kryesore për prodhimin e plehrave azotik. Nëse në përmes grykës e Hormuzit kalojnë 35% e tregtisë
botërore të ures, 30% e amoniakut kalojnë po ashtu në përmes ngushticës së Hormuzit. Dhe miq, lidhja që bëhet pra mes Marokos edhe Iranit, rëndësia e lindjes e mesme që thash në fillim të videos, sepse kemi të bëjmë ne me bukën e gojës tani e tutje, edhe pse Maroko ka rezervat më të mëdha të fosforit miq, për ta kthyer fosfatin në pleht të gatshme nevojitet sulfur dhe energji. Pra, rreth gjysma e tregtisë botërore të sulfurit kalon që aty të Irani. Para syve të Iranit që Donald Trumpi e Netanyahu po dojnë me e shpëtue popullin e Iranit nga regjimi gjakatar, si që po e quajnë atë, edhe po dojnë me e qitë në liri. Një ka met Netanyahut me e nihmue popullin iranian. Qaq sa e ka nihmue Franca Afrikën, qaq sa e ka nihmue Britania lindjen e mesme, qaq sa e ka ndihmue Rusia Ballkanin për me i shpëtue Ballkanin prej perandorisë osmane, qaq. Dua të them, në pyetje është money, o vllazni. Në pyetje është buka tash e tutje. Nuk ka punë demokratizimi bre. Nuk ka punë prapambeturia bre. Nuk ka punë bre se këta janë në formë egocentriste, se këtë kënej është përparimi, në tonë është prapambetja bre. Nuk është bre vallahi billahi, o që 30 vjetë po mënona me shpjegu bre këtë punë. Puna është të interesat. Mediat janë në dorë, mediat perëndimore, edhe ne jemi perëndim në raport me lindjen e mesme, dhe shitët ajo mbot ato shka e shkruan CNN, BBC dhe sene, sepse ne për dekada presidentet amerikan, kongresmenet, lobet qifute, po nimojnë atje me shndrua lindjen e mesme në një pelg, në një fush të gjelbruar nga demokracia, nga të drejtat e njerëzit. Po qata Arab, qata popoj të lindjes e mesme, kanë qenë perandori hiq më pak se 1200 vjetë kanë majtë botën dorëve. Universitetet e para në botë, shkollat, shkencat, matematika, kimia, fizika, qëta azote, mazote, shka për i përmenim, janë dikura kanë qenë kejt, lanë studimore në universitetet që i kanë bo që të Arab, të cilët sot po shkohet aty, kinë se me i demokratizua. Që të Arab, musliman dhe të krishtet, i kanë boë universitetet më të njohura të Evropës, në Andaluzi, në Kordovë, atje ku kanë studiu edhe papat e ndryshme. Që ata Arab, falë që aty në Arabve, që aty në popojve të lindjes e mesme, është boë renesanca Evropës. Jo veç për shkak të tyne, por jo një ndër indikatorët kryesor e renesancës së Evropës pas mbylljes dhe ndrydhjes së trunit që atë botë në mesjet po e bënte kisha katolike. Pra, kur jo islamofob më identifikoni me lindjen e mesme me Turqi, ju kujtoni se une ofendohem, ju më bëni nerë, o vllavi jem. E kaluara ime historike si personalitet intelektual akademik lidhet fort me studime që i kam bo në lindjen e mesme. Si lidhet vizioni im politik tani i orientuar ka bota perëndimore, për shkak të rrethanave, fatit historik dhe ndihmesës që bota perëndimore në krye me shëbat e kanë ndihmuar këtë vend, si Shqipëri më parë dhe së fundmi edhe si Kosovë. Prandaj nuk ndjehem kur i ofenduar. Nëse kjo ana tjetër e gjahilave më thonë për aman krahin Amerikës, shka pi bën Palestinës, shka pi bën këne, që shpo fol mirë për Amerikën, seq nuk ndjehem i ofenduar. Për kundrazi, krenar, kur kjo tjetëra anë islamofobe, e që për muhe, vehabistët dhe islamofobët janë një produkt me ngjyrë tjetër, me terminologji tjetër. Kryesisht antikomtare, anti-islame dhe anti-muslimane, anti-Mustaf, si Mustaf i cili i shah pjesë e botës si që po i shpjegoj dhe e shah rëndësin
e fejes, e të kombit, e të shkencës, si që jam duke shpjeguar për dekada. Meq, pse kriza e plehrave bëhet krizë ushqimore me njëre? Shumë thjesht, sepse fermeri përballet me dy alternativa. Detyrohet me ble plehra ma shtrejt, përdor më pak e dyta plehra, bie prodhimi, bie sasia e grunit, ngritet çmimi i grunit, bie sasia e misrit, e orizit, rezultati më pak ushqim, çmime më të larta, inflacion global gjithandej. Shumica e njerëzve pra me që mendojnë se Hormuzi lidhet vetëm me naftën e me Donald Trumpin e me Hamenein e me Homeinin. Ekni këtyne prallave, mos bini në kurthën e naivëve të neveritshëm që dalin e bojnë video të na këtu në Kosovë, kishe bëjnë njofin lindjën e mesme, edhe ta lidhin Iranin me Homeinin, miki Izraelit, miki ati, armiki ati. O burr, Hormuzi nuk lidhet jo vetëm me Iranin e me Homeinin, e as vetëm me gazin edhe me naftën, por lidhet me 3 faktorët jetik. E para prasht, nafta, gazi natyror dhe e treta më e rëndësishmja, plehrat artificiale, buka e gojës të cilën e hanë sot mbi 4 miliard njerëz në botë. Pa naftë, lëvizet ma pak, pa plehra artificiale, ose hahet ma pak, ose ma pak njerëz ushqehen, ose do të vdesin njerëzit, sepse ma plehi natural nuk është i mjaftueshëm për me imbaj 8 miliard njerëz. Për këtë arsye, meq, gjatë krizave të Hormuzit dhe të ngjashme, ekspertët e sigurisë ushqimore shpesh kanë folë për shqetësime tepër të mëdha për ushqimin, ma shumë se sa për benzinën, sepse një munges nafte mund të kompenzohet për disa muaj me diçka tjetër, por një sezon i humbur mbjelljesh mund të ndikoj në furnizimin me ushqim për 1, 2, 3 deri në 4 vjet. Që me ardhë ka fundi i temës, i kam edhe një 4-5 minuta. Meq, Maroko e ka fosfatin, Kanadaja, Rusia, Bielorusia e ka potasiumin, Gjiri Persik e ka amoniakun, ureën dhe sulfurin. Prandaj, nëse nesër do të kishte një kriza në Marok, ajo e godet me njëre tregun e fosfatit, e godet e shkakton krizën në Kanada, e shkakton krizën në Rusi, trënditet tregu i potasiumit, mbyllet ngushtica e Hormuzit, trënditet tregu i ureës, i amoniakut dhe një pjesë e madhe, mbi 50% e tregut global, mbetet pa sulfur, e pa amoniak, e pa fosfor, e pa fosfat dhe si rezultat pa buk. Maroko kontrollon pra meq pjesën më të madhe të rezervave botnore të fosfatit. Shtetet arabe, Emiratet, Katari dhe Arabia Saudite janë fuqi kryesore në botë me ure dhe me amoniak. Kanadaja është gjiganti numër 1 i botës me potasium, Kina është prodhuesi më i madh i plehrave të gatshme, Rusia është një ndër eksportuesit më të rëndësishëm të plehrave dhe lëndeve të para, dhe në fund po kthehem në fillim të videos. Pa Marokon, asnjë nga këto shtete me të gjitha këto nimete që javë ka dhënë Zoti e javë ka falë natyra, nuk do të mund të siguronin miliardave njerëz ushqim, buk. Prandaj, meq, kur flasëm për pika strategjike si ngushtica e Hormuzit, si kanali i Suezit ose Babul Mandab, unë personalisht, shkencëtar,
njerëz që e kuptojnë thellë problemin e lindjes së mesme, të marrëdhënieve ndërkombëtare, të relacioneve gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Ata nuk flasin vetëm për naftën, nuk flas vetëm për naftën, nuk flas vetëm se kam jetuar atje, nuk flas vetëm se jam musliman dhe krenohem me fejen tëmë dhe me traditën tëmë, me kulturën tëmë dhe me të kaluarën tëmë akademike, të cilën e kam arritur pikërisht në vendet e lindjes së mesme dhe në Turqi. Por, për te kësaj, ne kur flasim për lindjen e mesme, Ngushticën, Suezin, Babul Mandab, flasim në fakt edhe për zinxhirin global të ushqimit që ushqen 8 miliard njerëz sot. Në shekullin 20, fuqit kanë luftuar për naftë. Në shekullin e 21, kjo do të shkaktoj një rivalizim të egër, shumë më të egër për ushqim dhe burimet e ndryshme të cilat e prodhojnë ushqimin. Lindja e mesme është djepi i kulturave dhe civilizimeve, nga ku ka dal Islami, nga ku ka dal edhe krishterimi. Dhe pikërisht për këtë arsye, lindja e mesme, gjiri persik sidomos, Arabia Saudite, Katari dhe Emiratet, sidomos këto 3 vende, janë shndruar në gjigantet kryesor, për shkak të urrejsë dhe amoniakut, si vende për të cilat superfuqit janë në gjendje me e nis shumë lehtë luftën e 3 botërore dhe me i përdorur bombat atomike. Ajo që Maroko është për fosfatin miq, gjiri persik është për azotin. Ajo që lindja e mesme është për botën në rrafshin e energjisë, po e njëjta lindje e mesme është për bukën e gojës së 8 miliard njerëzve të cilët e hanë sot në botë. Kur Hormuzi kërcënohet nga Donald Trump, nga një shtet tjetër, historia e Hormuzit që shto ka shku vazhdimisht, nuk rrezikohet vetëm tregu energjetik, por zinxhiri global i ushqimit. Krizat e fundit kanë treguar se ndërprerjet në Hormuz kanë shkaktuar kaos të vërtet në tregjet e ndryshme. Maroko posedon 50 miliard ton fosfat dhe që llogaritet mbi 2/3 e rezervave globale. Pra, folur me gjuhën e gjeopolitikës, Arabia Saudite është superfuqia e energjisë, Maroko po bëhet superfuqia e ushqimit, lindja e mesme e ka në dorë thuajse bukën e gojës e mbi 4 milion njerëzve dhe bota islame, me gjithë këto pasuni të panumërta që ja ka dhënë lumi Allah. Deri në videon e ardhshme, mirupafshim.